Përfaqësues të kompanive të udhëtimit ndërqytetas në Vlorë vijojnë që të kundërshtojnë stacionin e ri të autobusëve interurban dhe ndërkombëtar të vendosur në lidhje në autostradës me Transballkaniken. Ata theksojnë se stacioni në atë zonë nuk ofron asnjë kusht, por nuk është as i sigurt për jetën e pasagjerëve. Sipas tyre, qytetarët do të qëndrojnë në buzë të rrugës dhe në atë zonë nuk ka asnjë vend për nevojat personale. Një qytet turistik si Vlora nuk e meriton një stacion të tillë, por do një terminal modern, thonë ata. Se pretendojnë që ka një turizëm, që pretendojnë që të ketë një terminal apo të ketë diçka që vërtet pretendojnë që Vlora është qytet turistik dhe do presim turistë. Ku do të presim ta turistë? Mes rrugës? Apo do t'i çojmë atje ku ka menduar ajo kryetaria e bashkisë me Këshillin Bashkiak? Ne kemi ndërprer punën 2 ditë rresht për të kundërshtuar të vendim të këtyre. Vajtëm deri tek Këshilli Bashkiak për ta mos e kaluar dhe në pabesinë e tyre e kanë kaluar me votat e tyre për 2 minuta dhe nuk ju intereson fare se ka qytetar këtu në këtë qytet apo s'ka. Ky është një problem që është shumë i madh. Neve na ndikon jashtë masë shumë, jo për vendin se ku këta duan, po këta kërkojnë një vend sikur atje do të çojnë ca lop. Edhe një lop, kur e çon i bën një hije, një tend, edhe rri lop atje brenda. Kurse qytetarët tanë duhet të rrinë buzë rrugës pa një tualet, pa një vend të sigurt, se atje ku pretendojnë se pa shtabela që i kishin çuar, atje nuk është sigurt, sidomos nga ana e qarkullimit rrugor. Si mund të bëhet një stacion në një, ajo është pjesë e autostradës. Është pjesë e autostradës. Ku mund ta komandoj një plak apo një fëmijë dalin në rrugë? Kush e mban këtë përgjegjësi? Veç të gjithave këtyre problemeve që ne kemi ne. Nuk e kuptoj se me çfarë logjike apo se si ky shtet, kjo bashki, ky qytet nuk funksionon asnjë. Përfaqësues të autobusëve të transportit interurban në Vlorë kërkojnë që të plotësohen kriteret dhe të gjendet një vend i përshtatshëm për vendosjen e terminalit. Ne thjesht nuk kërkojmë që këta të na mbajnë me lekë dhe mos punojnë, por të plotësojnë ato kritere që i ka vërtet që duhet i ketë një terminal të rregull, një vend që të jetë i përbashkët për të gjithë dhe të jetë i përshtatshëm me gjitha kushtet. Këta qytetarë që janë këtu mos janë të gjithë miliarder, lëvizin me taksira, lëvizin me makinat e tyre, jo nuk lëvizin. Këtu ka hallëxhin pa fund. Këtu ka nxënës shkolle që lëvizin lart e poshtë, këtu ka njerëz me fëmijë që Shoqëritë e autobusëve interurban paralajmërojnë se do të përshkallëzojnë protestat pasi nuk e pranojnë stacionin e autobusit në atë zonë. Sipas tyre, nuk ka në asnjë vend të botës një terminal në autostradë. Ne do ta kundërshtojmë sa të mundemi. Me çfarë metoda mund ta ndërpresim prapë dhe të rifillojmë prapë, të ndërpresim derisa këta të arsyetojnë dhe të marrin një vendim që i jetë i përshtatshëm për qytetarët. Në ato kushte është absurde. Nuk e di se si qarkullimi rrugor i ka pranuar ato tabela që ka shkruar atje. Nuk e di në një vend botës që në autostradë ketë një stacion autobusi. Nuk kam parë. Është i vetmi qytet. Jo në Shqipëri që s'bëhet aki, por në botë mund të jetë i vetmi qytet që ka një stacion autobusi në autostradë. Që nuk e di ku ti shërben. E para punës pastaj gjitha të tjerat.